në radhë. E ke me... Nëse do të ta sillë, kam jo me prova, por kam me 10 rëndësime për këtë gjë. 30.000 euro. Dhe jo thash për të dhënë drejtësi, për të ofruar datën e gjyqit, që ti të kesh mundësi të vesh të gjykata tjetër. Derisa është Por të ta afroj për se mund t'i bie për 3 vjet, për 4 vjet. Po të afroj derisa. Të ta afroj për 6 muaj, për 3 muaj, po jo për 1 muaj. Jo për 1 muaj, mëse s'ke shans. Okej, pra deri në 6 muaj është afrimi. Ku ka vendime që zbardhen, ore masat e sigurisë nuk 30.000 euro për të afruar nga 3 vjet 6 muaj. Se ti ke parë dosi këtu. Ke parë vendimet e masave të sigurisë pakur. Kam mezuar ta nuk po e përmend, kam mezuar vetëm para pak ditë më parë një vendim masa sigurie, jam shokuar. Se po prisja të gjeja fabulën tam në atë vendim masa sigurie, dhe nuk kam gjetur as fabulë as gjë. Ore, shtohu e shto mirë. Filani thot. Jo, nuk ishte fare. Ky vendim që kam lezuar unë nuk ishte fare. Po ta them unë nuk ishte fabulë. Raste të tjera. Filani thot, pa verifikuar më fare. Dhe ndërkohë ta janë më të paguarit në Shqipëri. Po. Nëse se bën dot, kërko mbështetje, kërko njerëz që të vinë ta bëjnë ta formulojnë vendimin. E di që thotë bësh një vendim tani, ne ku na duhet të bënim një shkrim mbi 30 radhë, e ndani me, po e marr me 9 tituj. Me 9 tituj, po. Që të qëndrojnë në linjë. Po. Dhe një shkrim i gjatë që të mos lodhesh ti e ndaj 9 tituj. Tani ti shikosh vendimet e se janë dhe copy paste, më portojnë ti shkruaj nga e para dhe ti lexon çuditëra mod aty. Si që ka po, lexoja një të fundit, arrestim flagrancë, thoshte, ku e ke flagrancë, më ku ishte flagrancë, s'kishte flagrancë. Po e bëm lapsus. Po si lapsus, më ky është vendim gjyqësor. Jo, parimisht thash të vendim që po lexoj, po prisja të lexoja se ishte po i çështë që kishte interes personal. Nuk ishte fabul, nuk ishte fabul fare. Tani, se duket edhe kështu, mazhoranca është kujtuar vonë. Por cilësia e hetimit dhe cilësia e gjykimit lën shumë për të dëshiruar. Të lexosh vendimin të gjykatave, janë të frikshme mu. Janë të frikshme. Pra ti thua që Rama ka drejt në këtë pikë. Cilësia, kjo do të ishte bërë shumë më përpara, jo tani, jo kur të erdhi të dera. Tani, shumë mirë që bëhet, se diçka bjen në sy tani, që ka duket sikur Berisha është nga krau tjetër duke i mbrojtur dhe Rama duke i sulmuar. E tha sot Berisha që nuk ka gjyqtarët dhe prokurorët vazhdojnë punën. Po ta vazhdojnë punën, po te çështja e vet Berisha thotë që më ka falsifikuar provat. Tani më fal, po si ty ta kam bërë individualisht. Ky prokurori që të heton ty është i keq dhe ky gjyqtarja. Ta tek ta tjerë jo. Ky është një defekt i sistemit dhe tashmë është e provuar. Se po shohim më në fund edhe operatorë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë përfshirë në sistem, pra në bërjen e reformës, që e kanë evidentuar këtë gjë. Pjesa tjetër, jemi vetëm vend në kontinent që në çdo tret të burgosur, 2 i kemi të padënuar, i kemi të para burgosur, nuk bën vaki. Dhe pse ndodh kjo gjë? Të kesh 3700 para burgosur në burg që paguhen me taksat tona, kjo duhet ketë një politikë penale në këtë vend. Pra duhet i thuhet prokurorisë, këtë bën qeveria, bën parlamenti, zotëri, këta njerëz që mban në burg ti, kushtojnë minimumi 50 euro në ditë. Këtu është ndërhyrja pastaj në drejtësi. Kjo është ndryshim e kodit. Bota ka politikë penale, nuk bën ndryshim në kod. Bota ka politikë penale dhe i thot, për shembull, Britania e Bashkuar erdhi në Shqipëri dhe i tha kryeministrit të Shqipërisë, ne duam që të dënuarit tuaj në Angli të vinë këtu. Sepse kishte shkuar 1700 dhe i kushtonin taksavaguzë britanik. Dhe ai ishte gati të t'i jepte dhe sa para ndihma për të bërë burg ti, po ti ata jo ti mbaje. I ka dënuar ai, po do t'i mbash ti. Pse? Pikërisht për këtë gjë. Dhe ne kemi sot të situatë dhe kjo është krijuar nga reforma. Por çdo gjë tani, deri tani është mbuluar vetëm me SPAK dhe GKK. SPAK, GKK. Dhe pjesa tjetër i ka rënë zjarri. Ajo dera që është ngjitur me SPAK-un, gjykata penale, hyn atje dhe shikoni se çfarë bëhet. Ajo nuk ka kushtet minimale të solemnitetit. Edhe gjykata e vjetër e Tiranës, që sot është gjykatë civile, ka qenë shumë e mirë se sa jo gjykata ku janë sot gjyqtarët. Gjyqe që bën nëpër zyra që janë 16 orë. Pra nuk ka solemnitet, që është minimumi. Nëse këte nga krau tjetër kujdesen i kanë bërë me lale lule, a ka dhe i problem tjetër që duhet ta kishin ngritur. Ore, si është e mundur që Pallati i Drejtësisë i jepet KLG se KLP se ku diun, që ata shkojnë në punë për të duhur dhe nuk shkon atje policia gjyqësore. Nuk shkon policia gjyqësore. Prap isha dje, prap më deshë lëvizi dosit e i shkretjes se s'kishe ku tuleshin dhe çdo lëvizi 4 oficerët policisë gjyqësore të BKH-s në një zyrë 6 metra. Dhe 60% e zyrës është e zënë nga fashiku se dosja ka shumë të mëdha. Ose mbushje me frym.
Me Era letrës. me frym nuk u del, po jo edhe letra në vetvete. Kanë ca kushte që rrinë të padëmtuara. Pra, në qoftë se ti do të çosh dosje kështu 60.000 faqe, 7.000 faqe, të cilat janë të panevojshme, se ti merr atë që duhet, e fut në dosje dhe atë pjesën tjetër nuk ke çaj do. Dhe pastaj do thonë, dosja është kaq e madhe, po ti ke kohë vetëm 10 ditë ta lexosh. Po s'kam kohë fizike ta lexoj. Si do t'ja bëj? Dhe ku është problemi tjetër? Thash, ato ambientet atje, pallati i drejtësisë, do të shkonin këta që merren me drejtësinë direkt. Tjetra, gjykatat. Pse duhet të jetë gjykata bashkë me Spakun në një godinë? E di çfarë problemi ka krijuar? Presionin. Ka krijuar familiaritet mes tyre. Dhe kam konstatuar vendime të cilat vinë për shkak të këtij familiariteti. Duke qenë bashkë gjithë kohës, prokurori thotë shikoj, ti sjell letrat më vonë, ma jep të vendimin sot. Dhe ka ndodhur kjo gjë. Dhe tashmë, prandaj të del gjykata aty me 99% të kërkesave të Spakut të miratuara. Çoj gjykatën në vend tjetër, siç ka qenë. Prokuroria është institucion në vete, gjykata është institucion në vete. A kjo ka qenë kohën e gjykatës kriminale, ata ka qenë bashkë, edhe prokuroria kriminale dhe gjykata kriminale. Duke i lënë aty, është krijuar kjo problematika tjetër. Duke qenë që Spaku ka të drejtën dhe ti përgjojë ata, se ne kemi bërë dhe këtë çudinë, se në fundit reforma për drejtësinë në Shqipëri ishte eksperiment, sot po e pranojnë të gjithë. Ishte eksperiment. Eksperiment që vazhdon ta mbështesi ambasadori i BE-s, sepse ne po dënojmë këtu dhe po gjykojmë këtu grupe kriminale të cilat kanë aktivitet në BE, jo në Shqipëri. Pra po mbarojnë punët e pisat atyre. Dhe prandaj ata sot janë më të interesuar. Po, e kemi thënë ajo, po. E kemi thënë të gjithë. Pra, nëse sot vërtet mbas 10 vitesh duhet ishte bërë, jo duhet bëhet, po duhet ishte bërë kjo gjë dhe duhet të ishin konstatuar dhe duhet përmirësohen, nëse duhet çuar më shumë njerëz, më shumë prokuror, më shumë oficerë të policisë gjyqësore,